Allahu ka zbritur fjalën më të bukur, Kur'anin madhërisht. Një libër pjesët e së cilit janë të ngjashme në bukuri, në përsosuri dhe mrekulli. I gjithë Kur'ani është në harmoni me njëri tjetrin. Pjesët e tij janë në harmoni me njëra tjetrën, s'ka mospërputhje, nuk ka kundërshtim. Me thënie, libër që ka çështje që përsëriten. Përsëriten edhe tregimet, ligjet, argumentet, këshillat, mësimet, përvoci dhe dobi të mëdha. Gjithashtu përsëritet edhe këndimi i tij, përsëritet këndimi i surës Fatiha, përsëritet këndimi i Kuranit, por njeriu me besim e shijon Kuranin, ka kënaqësinë e këndimit të Kuranit. Edhe pse e përsëritet të shumë, Allahu ka dhënë këtë natyrë këtë libër, shpërndaj Zotit. Sa më shumë ta përsërisë njeriu me besim, aq më shumë e përjeton, e shijon, aq më shumë kënaqet, aq më shumë rritet imani. Mathani taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Dërgurat e atyre që kanë frikë Zotin e tyre rrëqethen kur dëgjojnë këshillat e Kuranit, paralajmërimi për dënim që bën Allahu i lartësuar në Kuran, taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Pra, lëkurat e atyre që kanë frikë Zotin e tyre rrëqethen kur dëgjojnë Kuranin, kur dëgjojnë këshillat e Kuranit, paralajmërimin që bën Allahu i lartësuar në Kuran. Pra Kurani ka ndikim për këta njerëz. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. E pastaj lëkurat e tyre dhe zemrat e tyre zbuten kur përmendet në kur këndojnë në Kur'an, kur dëgjojnë ato pjesë të Kur'anit, të cilat Allahu i lartësuar përmend shpërblimin e tij, përmend mëshirën e tij, faljen e tij, premtimin e tij, dhe kështu gëzohen, kënaqen kur dëgjojnë çështje të tilla në Kur'an dhe zbuten zemrat e tyre. Dhalika hudallah yahdi bihi man yasha. Ky është udhëzimi i Allahut me cilin Allahu udhëzon të dojë. Pra, Allahu udhëzon këtë dojë për të ndikuar me Kur'anin. Allahu i zgjedh njerëzit që besojnë Kur'anin dhe që ndikohen me Kur'anin. Është udhëzimi i Allahut subhanahu wa taala ky. Prandaj nëse njëri këndon Kur'an për të ndikohet, kjo do të thotë që s'ka udhëzim nga Allahu ose ka nevojë për më shumë udhëzim nga Allahu subhanahu wa taala. Zemrat e pastra ndikohen nga Kur'ani. Dëshirojnë që të dëgjojnë Kur'anin, ndikohen fort nga libri i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thotë në Kur'an: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana." Besimtarë të vërtetë janë ata njerëz të cilët kur përmendet Allahu kanë frikë në zemër për Allahun e lartësuar. Dhe kur këndohen ajetet e Kuranit, rritet imani. Kur dëgjojnë Kuranin, duke e kuptuar ata. Kur këndojnë Kuranin, duke e kuptuar ata, rritet imani. Kjo është një nga cilësitë e besimtarit të vërtetë, siç ka përmendur Allahu subhanahu wa taala. Në një tjetër në Kur'an thotë: "Law anzalna hadha al-Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah." Thotë sikur ne Kur'anin ta kishim zbritur mbi një mal dhe malit të jepnim ndjeshmërinë, do të vërejë që mali do të friksohej, do përulej, do të coptohej. Khasha, mutasaddian min khashyatillah, nga frika për Allahut e lartësuar. Pra sikur Allahu malit i kishte dhënë atë që ka dhënë njeriu, se njeriu ka qenë dhe në origjinë. Njeriu është një copë mishi, por Allahu ka dhënë shpirtin, i ka dhënë mendjen dhe ndikohet. Që mali po të kishte ndjeshmërinë që Allahu e ka dhënë njeriu, po të kishte zemrën, po të kishte memorien, po të kishte logjikën, do frulej, do friksohej, do coptohej nga frika për Allahun e lartësuar. Ky është ndikimi i fuqishëm i librit të Allahut subhanahu wa taala. Tilka al-ayat nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Këtë janë shembuj të Allahut e lartësuar në Kur'an që ne u japim njerëzve në mënyrë që ata të mendojnë. Pashtë Allah thotë në Kur'an: "Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq." A nuk ka ardhur koha besimtarëve që të friksohen zemrat e tyre dhe të zbuten zemrat e tyre kur përmendet Allahu dhe kur këndohet Kur'ani, kur dëgjojnë Kur'anin dhe të mos jenë pa ndjeshmërinë e zemrës si hyrtarët e librit, të cilët mbas kalimit të një kohe
zemrat e tyre bëhen pandjeshme, e ndryshon librin e Allahut, nuk ndikohen nga libri i Allahut subhanahu wa taala, edhe shumë prej tyre thotë Allahu janë të pabindur. Nuk duhet të jetë muslimanë si hyrëtarët e librit, që e këndojnë librin e tyre, por nuk e kuptojnë, që ndryshojnë mësimet e librit të tyre, që devijuar nga feja e tyre. Përkundër, muslimanët e këndojnë Kur'anin, e përpiqen ta kuptojnë edhe ndikohen nga ajetet e Kur'anit. Ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kishin kaluar 4 vite nga pranimi i Islamit kur Allahu subhanahu wa taala na ka shërtuar me këtë ajet, që nuk ardhën koha që të ndikoheni, të zbuten zemrat tuaja kur përmendet Allahu, kur dëgjoni këshillat dhe kur këndohet Kur'ani. Allahu subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.